çështjet që lidhen me si me biznesin, si me politikën edhe si tutje. Pra nëse nuk do t'i futeshit politikës, do të vazhdonit me qëndru në biznes, apo ke pas në një opcion tjetër, në një dëshirë tjetër, në një pasion? Po, unë herë do kur kum pas më marrë me politikë, se për shkak të shkollimit, administratë publike, shkenca politike i kom përfundu dhe fakultetin edhe magjistraturën, edhe nuk është se kum pas kështu në menë më marrë në herë me politikë, po erdhë moment ashtu në 2015-ën, unë t'jem aktiv e prej 2017 se kënena t'jem deputet në Kuvend Kosovës, edhe ashtu, nejse këtë kohë në fundit në ka ro pak ma shpesh me pas në ashta zjedhje, po unë i falenderoj gjithë ata që gjitha herë më kanë përkra edhe po më përkrahin me votë, dikun prej 2017 se kënena për herën e 5 jam zgjedhur deputet në Kuvend Kosovës dhe mundohem me përkushtim e angazhim të punoj për interes qytetare. A ka dikush nga familja kur në ato fillime të vendimit për t'ju rek më tepër politikës, të tha mos ju fut politikës, mos hy në politikë? Tash shumë herë si me thonë, vrejet ose kuptohet me qëfar vullneti njëri e fillon një angazhim ose një punë, po unë jam koni vendosën kështu në veti që do të merrem për një kohë me politikë, po njëtën kohë unë angazhim të madhë që kum pas në shumë aktivitete, nuk muj pa si me thonë falenderu bashkëshortën time për shkak që ajo kujdeset për shumë punë në shtëpi e në familje, për shkak që mu nuk është që mbjen shumë me u marrë me, si me thonë, punë të shtëpisë. Në qëtë angazhim, do më thonë, e kum pas përkrajnë si prej familjes, si këtë rast ma konkretisht prej gruas. Ju burrat që keni këtë përkrahjen nga bashkëshortet edhe ju përkrahin në fokusin në karrierë, jeni shumë e fat me thanë të drejtën, dhe mua më vjen shumë mirë kur ju zgjedhni që edhe publikisht ta shpalosni dhe ta thoni mirënjohjen që keni ndaj tyre edhe falenderimin. The që nga 2017 je pjesë e Kuvendit të Kosovës. Si ka qenë hera e parë kur hytë në Kuvend, apo dita e betimit si Kuvend, si e kujton, qëfar emocioni? Po, si me thonë, gjdo punë, kur bëhet në fillim, kuptohet që është pak me një farë droje nashta, ose me një farë, si me thonë, deri te arritja astyne që ti ki pas si synime, po gjatë kësaj kohë, unë kisha dosht me tërhek një 2-3 rasta ose 2 nashta, dhe për shkak të emisionit nashta natyrës jo fort politike, po edhe ashtu, dhe sa jem politikës, po mujnë po mujnë me ik pak, okej, 2 i pranojmë, 2 i bëjmë, më thuaj. Për shembull, një prej tyne, momenti i mirë në këtë rast, për e thamë të mirin, është kur kemi votu ligjin për që të bëhet, ushtria e Kosovës. Kjo është momenti ku, jo atë ditë ku kemi votu ato amandamente, po mujnë me thonë një javë, unë kam qenë kështu diqysh si që thot populli Pezëll. Jam kom pak nalë që o konë në moment shumë i mirë, kur votohet në këtë rast, edhe unë jam pjesë e ati votimi që të formohet ushtria e Kosovës. Po momenti jo i mirë, e që e moj men, si me thonë, dikun 2018 ka qenë, ose këta dyja kanë qenë ashta, kjo kom ma herët, ka qenë votimi i ligjit për demarkacionin me malin e zi, ku ne i kemi hupër 8200 hektar tokë. A i ka qenë moment jo i mirë për mu, jo vetëm atë ditë votimi, po një ditë për para fjalimet, e atë ditë votimi, ku ditë që ka zgjata ose të zgjata e seancë, po... A këto janë 2 momentumet ndjesive që keni përjetu? Gjithë ata që kanë mundësin me votu, ose kam pas mundësin me votu kondër që mos mi hup në 8200 tokë, tërse shumë kena hup, për vite dekade, shekuje, gjitha herë na veç kena enat kur, është konë moment i mirë për se cilin për atyne mos me, po tash aja ka ndodhë, janë minus 8200 hektar tokë. Në momenti i mirë, votimi për ushtrin, momenti i mirë, mos
mundësia me pengu, ose më thëmë, mundësia jo me pengu për mës me kalu. Se nuk është se jam angazhu për më mënu me ndalu atë